Kardiologu i epurdhër, hani 8 arra në ditë dhe do befasoheni me atë që i ndodh trurit. Arrat kanë dyfishin e antioksidantëve krahasuar me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë gjithashtu organizmin nga radikalet e lira, të cilat mund të bëjnë dëme në qeliza dhe të shkaktojnë gjithashtu shumë komplikacione të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Sipas ekspertëve, arrorët janë gjithashtu të pasur me acide yndyrore omega-3, vitamina dhe proteina shumë të rëndësishme për muskujt dhe për organizmin tuaj. Megjithatë, ekspertët e ushqyerjes shpjegojnë se njerëzit nuk konsumojnë mjaftueshëm arrorë në dietën e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një studim i fundit, të cilit i referohemi sipas health.com, doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë për të marrë përfitimet më të mira në mbrojtjen e organizmit dhe në rritjen e përmirësimit të shëndetit të tyre. Sipas të dhënave, konsumi 8 arrave në ditë do të parandalojë sëmundjet në zemër, diabetin e tipit 2, gjithashtu edhe do të parandalojë radikalet e lira në organizëm. Në veçanti, ngrënia 8 arrave në ditë mund t'ju mbrojë gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të zemrës, ndaj ato i konsiderojnë ato si një ndër ushqimet më të shëndetshme në dobi të organizmit të njeriut. Përveç se të pasurit edhe me shumë antioksidant, arrat përmbajnë gjithashtu nivele shumë të larta të fibrave, proteinave, vitaminave dhe mineraleve, shumë të rëndësishme këto për çdo aktivitet të njeriut. Arrat kanë ndikime pozitive tek shëndeti mendor. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të nevojshëm për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet dhe fistikët dhe arrorët e tjerë, dhe i cilësuan ato si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese për shëndetin e trurit dhe jo vetëm. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrorët me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopura, gjithashtu edhe mono të pangopura, të cilat do t'i mbrojnë ndjeshëm edhe enët tuaja të gjakut, duke i dhënë atyre edhe një mbrojtje më të mirë. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë të paktën 8 arra çdo ditë në dietën tuaj, në mënyrë që të merrni edhe përfitimet e tyre maksimale në dobi të organizmit. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu do ta ketë më të lehtë gjithashtu të humbas peshën e tepërt, sepse arrat do të nxisin ndjenjën e ngopjes afatgjatë. Duke konsumuar të paktën 8 arra çdo ditë, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë edhe proteinën më cilësore, e cila është e rëndësishme për nxitjen e mbrojtjes së organizmit. Arrat janë të pasura gjithashtu me kalium, magnez, fosfor, vitaminën C, vitaminën B, të cilat e mbajnë organizmin tuaj më të fortë, më të shëndetshëm dhe mbrojnë atë kundër problemit të radikaleve të lira. Arrat janë një produkt jashtëzakonisht veçanërisht i mirë për shëndetin e trurit. Arrat janë në të vërtetë një minier e antioksidantëve efektiv me një mbrojtje të pakufizuar për shëndetin e kujtesës, trurit dhe të gjithë sistemit kockor. Gjithashtu, për më tepër, këto produkte përfshihen edhe në listën e ushqimeve që ndihmojnë gjithashtu edhe në betejën kundër radikaleve të lira. Frutat arrore janë një koncentrat i acidit lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon gjithashtu edhe qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon edhe problemet me tensionin e lartë. Përdorimi i arrave forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon gjithashtu edhe çrregullimet e organizmit, sidomos gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit, dhe gjithashtu përmirëson energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si produkt anti-inflamator i atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C,
efektive kundër inflamacioneve, gjithashtu edhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht, omega-3, që përmbajnë arrat, vepron gjithashtu edhe për shëndetin e trurit, duke përmirësuar kështu funksione nervore, aftësinë e tij për të mësuar dhe gjithashtu për të kujtuar, duke i dhënë arrave një rol fantastik për shëndetin e trurit dhe të kujtesës. Arrat janë në të vërtetë një minier antioksidantëve efektiv për mbrojtjen e shëndetit të zemrës, trurit dhe të gjithë sistemit kockor. Gjithashtu ato përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë kundër radikaleve të lira. Përdorimi i arrorëve forcon thonjtë dhe flokët, zvogëlon edhe çrregullimet që i kanosen organizmit tuaj në këto raste. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore omega-3, ku bën pjesë gjithashtu acidi lineolik i arrave, përmirëson energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si produkt i atribuohet edhe sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C. Për të përfituar në maksimum nga ky frut, ekspertët këshillojnë që të konsumoni të paktën 8 arra çdo ditë, sigurisht duke i kombinuar edhe me një dietë të përkryer. Përfitimet e tyre do të jenë më të larta dhe gjithashtu më të vlefshme për mbrojtjen e organizmit. Të pasura me yndyrna të shëndetshme për zemrën, vitamina, minerale ndihmojnë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare dhe në luftën kundër inflamacioneve. Një sër studimesh kanë treguar se duke konsumuar arra çdo ditë në dietën tuaj, do të keni më pak probleme të cilat predispozohen edhe me shëndetin e zemrës. Njerëzit të cilët i konsumojnë arrat rregullisht dhe frutat e thata në dietën e tyre janë më pak të rrezikuar nga të gjitha rastet e problemeve të shëndetit të zemrës. Arrat do t'japin edhe një energji më të madhe trupit tuaj. Frutat arrore janë të pasura gjithashtu edhe me vlera ushqyese, të cilat do të rrisin energjinë e trupit. Arrat janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3, të cilat do të ndihmojnë në të ndjeshëm organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve, duke rritur kështu rezistencën e trupit dhe duke parandaluar edhe komplikacionet e tyre. Studimet tregojnë se dieta mesdhetare e cila është e pasur me produkte arrore, siç janë arrat, lajthit, bajamet, fistiket e të tjerë, parandalojnë sëmundjet koronare arteriale duke favorizuar profilin e shëndetshëm të lipideve të gjakut. Arrat janë gjithashtu të pasura me acide yndyrore omega-3, të jetë të rëndësishme për një jetë të shëndetshme dhe më të mbrojtur gjatë gjithë kohës, duke përmirësuar kështu nivelet e tensionit të gjakut dhe duke mbajtur larg komplikacionet e shëndetit të zemrës. Acidet yndyrore omega-3 gjithashtu ndihmojnë edhe në rastin e komplikacioneve siç është reumatizma, si dhe në rastin e skizofrenisë, depresionit dhe problemeve të ndryshme siç është për shembull edhe Alzheimeri. Arrat mbrojnë sistemin tuaj nervor. Frutat arrore përmbajnë gjithashtu flavonoide si karoten, lutein e të tjera. Këto komponent do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër shqetësimit të radikaleve të lira, sëmundjeve të zemrës, sëmundjeve nervore, gjithashtu edhe Alzheimerit dhe atyre virale. Gjithashtu përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të kthehet në një aleat të vërtet për sistemin tuaj nervor. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë frutat arrore të shtohen në dietën tuaj. Kryesisht edhe arrat janë një zgjedhje shumë e mirë, sidomos kur bëhet fjala për sistemin tuaj nervor. Arrat janë të mira për sistemin tuaj kockor. Vlerat shëndetësore të frutave arrore janë të plota dhe gjithashtu të rëndësishme për organizmin. Përveç kalorive dhe vitaminave, ato janë gjithashtu një burim shumë i mirë i magnezit, kaliumit, kalciumit, gjithashtu hekurit, magnezit dhe zinkut, florit dhe seleniumit, të cilat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Ndaj konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, sigurisht që do të kthehet në një element pozitiv për mbrojtjen e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesve të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e saj negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.